gjithë shqiptarët për festën e 28 nëntorit. Gjatë konferencës përgatitore për çështjen ndaj tij në gjykatën speciale, Hashim Thaçi shprehu pakënaqësinë për caktimin e kësaj seance pikërisht në ditën kur shqiptarët festojnë. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi historinë, traditat dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër, veç t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dinjitet. Besoj që nëntorit e tjetër të festojnë bashkërisht. Një çlirimtar i kohëve tona që ndodhet prej 5 vitesh i izoluar në burgun e Hagës, siç është ish presidenti i Kosovës dhe ish drejtuesi i UÇK-s Hashim Thaçi. Në studio me mua është bashkuar Evaris Beqiri, studiues dhe një prej autorëve që unë do ta prezantoj, që shkruan dhe flet më shumë se kush tjetër për Ismail Qemalin. Evaris, falenderoj që je sot në 28 nëntor. Kënaqësi dhe shfrytëzoj rastin të uroj gjithë shqiptarët gëzuar pavarësinë, gëzuar ditën e flamurit. Do që janë. Patjetër është ditë urimesh dhe feste. Themeluesi, leadershipi i Ismail Qemalit, biografia e munguar e babait të pavarësisë, ka qenë libri që ti je investuar, e ke sjell për publikun, e ke sjell me version edhe me detaje të reja më mbrapa, e ke sjell në versionin anglisht po ashtu, dhe në këto vitet e fundit për mua je ndër njerëzit që flet më shumë se kush tjetër dhe studion për Ismail Qemalin. Prandaj ti duhet ishe se s'bën sot në studio. Faleminderit, është kënaqësi. Pandi, shiko, ka qenë një rrugtim, siç e thatë ju, filloi me botimin në 2022-shin, me rastin e 110 vjetorit pavarësisë, botimi i librit themeluesi leadershipi i Ismail Qemalit, dhe pastaj dhe jo se ka qenë qëllim vetvete, por kërkesat nga publiku mbaroi ajo sasi se dihen dhe sfidat e librit në Shqipëri nuk bën volume ose po themi tirazhe të mëdha në botime, dhe kështu që jemi munduar që në ribotimet që i kemi bërë, që është i 4 këtë vit, të sjellim dhe të pasqyrojmë ndryshime përditësime, që dokumente, fotografi që mua më ka rënë në dorë në vitet në vijim pas 2022-shit. Ndërkohë këtë vit risia është versioni anglisht i librit. Pra, unë kam sjell e kam rishkruar në një mënyrë tjetër pra qasje, por duke ruajtur kolonat. Domethënë e kemi zhveshur, e kemi rindërtuar dhe një herë shtëpinë, por kolonat janë... Edhe është përshtatur për një publik të huaj, le të themi, që nuk e njeh historinë e Shqipërisë. Për një publik i huaj, i cili mund të njihet me themeluesin dhe nëpërmjet koncepteve të leadershipit. Kjo është risia. Pra, nuk është një libër thjesht dhe vetëm biografik, por është një model leadershipi që ja vlen për të studiuar dhe për të mësuar nga ky personazh. Nga ana tjetër, versioni anglisht është dhe një mënyrë për që ne prezantimi Shqipërisë ndaj botës. Pra, ka shumë kuriozitet, ne kemi turista që vinë vazhdimisht këtu dhe unë jam munduar që sadopak ata të njohin dhe historinë tonë politike, patjetër dhe kulturën e kombit shqiptar nëpërmjet këtij libri. Dhe qasja ka qenë e tillë, pra, dhe duke e pasuruar, thash edhe një tjetër, kur i futesh nga themelet diçka ke mundësi ta bësh ndryshe, kuptohet, është në gjuhën angleze dhe është për një qasje ndryshe, pra, që piketon ose vë ato gjërat më thelbësore se si do t'i donte të shikonte një njeri që i shikon me gjaftotësi pak gjërat. Pra, nga jashtë, ne shqiptarët jemi çik më të përfshirë emocionalisht në këto gjëra, jemi më të prekur dhe unë jam munduar që shpresoj t'ja kem arritur që t'ju jap një panoramë të tillë, pra.
sa më objektive, por edhe duke nxjerrë në pa vlerat, pse jo dhe siç e kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris, është e rëndësishme që të kuptojmë që njerëzit e mëdhenj ju përkasin të gjitha korave dhe të gjitha kombeve, jo vetëm një kombi dhe një kohë. Pra ne mund të mësojmë nga të mëdhenjt e kombeve tjera, britanikëve, italianëve, anglezëve, po dhe të fqinjve tanë, siç ata mund të mësojnë anë. Pra është një shkëmbim. Pra njerëzit e mëdhenj i përkasin gjithë njerëzimit. Kështu që se unë ndoshta nuk e baj mend ta kam bërë si pyetje apo jo, si erdhi lidhja me figurën e Ismail Qemalit për të studiuar dhe për të sjellë këtë unë jam marrë unë kam përkthyer para disa vitesh, mbi një dekadë para, librin Leadership i John Kennedy në anglishtja. Në shqip dhe kam shkruar e parathënien. Më pas unë kam dhënë, duke filluar që nga viti 2014, pra kur kam 2013-2014 kam sjell në shqip atë librin, më pëlqeu qasja, se më pëlqejnë libra biografik, dhe jam marrë dhe me mësimdhënie e lëndës Leadershipit dhe vazhdoj, pra kam mbi një dekadë, viti 12 ky që jap mësim, dhe ka qenë patjetër një ngacmim ky, duke u marrë me leadershipin, me konceptet, me modelet, me studimin e tij, dhe thash pse jo mos ta sjell Ismail Qemalin. Patjetër që është familja që ndikon. Unë kam pas të gjithë librat që janë shkruar për Ismail Qemalin, pa përjashtim, kam pas bibliotekën e shtëpisë nga babai. I kam tani në bibliotekën time. Çdo botim që është bërë për të, besoj të ngetë shpëtuar ndoshta në një gjë e vogël, por shumicën e tyre unë i kam që janë botuar në kohën e komunizmit edhe në demokraci. Në demokraci shumë më pak, për së vërtetës, janë pak cilësore dhe nuk ishte një biografi të plot. Është folë për momentet të ndryshme të jetës së tij, pjesë nga jeta e tij, për shembull për pavarësinë, por nuk është folë për gjithë jetën e tij. Gjithë jeta e tij ishte e pazbuluar për mua. Pavarësisht se janë bërë ato vepra që unë thash në kohën e komunizmit, por ato me kufizimet e kohës. Dhe unë nuk e kam sjell për të përsëritur gjërat, por e kam sjell duke analizuar leadershipin, çfarë ne mund të tregojmë sot të rinjve, brezave, po dhe aktualve që janë sot në politikë, jo vetëm atyre që mund të jenë nesër, po dhe atyre që janë tani që nuk e njohin fare figurën e Ismail Qemal Vlorës, madje ngatrojnë edhe ndonjëherë tregojnë edhe diletantizëm politik edhe jo vetëm në veprime, po dhe në njohjen e ngjarjeve historike, se lapsuse mund të ndodhin gjithë, po janë gafa që përsëriten vit pas viti nga klasa jon, me personazhe të caktuara të klasës politike, por që nuk ja vlen të ndalemi shumë aty. Po sepse janë ca ditë që ne nuk duhet ja lëm politikës hapësirën, duhet ja lëm njerëzve që njohin historinë. Do të bëhet edhe aty. Do hyj, domethënë do bëhet lajm edhe aty, por për fat mirë për të qeshur kësaj here, por se nuk qajm dot. Është ideja, por nga ana tjetër unë mendoj këtë që është një personazh shumë interesant që na bën nder neve shqiptarëve. Kudo ku emri i tij përmendet, kudo ku ai ka dhënë kontribut, ku ka punuar, duke filluar nga Evropa juglindore, që ka shërbyer fillimisht në vitet e para të karrierës së tij si guvernator në Rumani, në Bullgarinë e sotme, ku ishte edhe shqiptar i parë që drejtoi një organizatë ndërkombëtare, siç është Komisioni Evropian i Danubit, dhe mbetet edhe sot gjithë ditën i vetmi që ka drejtuar një organizatë të kësaj rëndësie në rang europian dhe botror, po doni ju. Është emri i tij dhe në lindjen e mesme, ka qenë guvernator në Siri, në Liban, ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme në mënyrën se si ai balanconte interesat e ndryshme, konfliktet e ndryshme fetare, etnike e kështu me radhë. Në Turqinë e sotme, guvernatori i Bolus apo provincave të tjera ka lënë gjurmë si reformator, e quajnë reformator i Bolus të huajt. Keni një studius ose po e quajnë një politikan britanik që bashkohës i tij që ka shkruar një libër dhe ka takuar dhe thotë sikur njerëz të tillë thotë e rendit në mendjet më të ndritura të perandorisë osmane bashkë me Mitat Pashën, që u bë dhe kryeminist dhe humbi dhe jetën pastaj për shkak të shtypjes së regjimit Abdulhamitit, pra sultanit Abdulhamiti II, që internoi dhe Ismail Qemalin më pas. Por nga ana tjetër ai rendit me mendjet më të ndritura, me 3 nga burrë shtetasit më të shquar të kohës, pra. Këtë shqiptar që ishte vetëm 31 vjeç, dhe thotë sikur burra si ky të merrnin në dorë fatet e perandorisë osmane, do ishte shumë gjërat shumë ndryshe, thotë. Dhe këtë ne shpalosim këtë madhështi të tij, do thoja unë, se unë nuk jam për mitizime të kota të personazheve ose për t'i fryrë ose për t'i mitizuar, ose për të krijuar shumë aureola ose mite të rreme. Jo. Patjetër kur ka gjëra për të kritikuar, ai kritikojnë, por kritika duhet të jetë e drejtë, duhet të jetë mendim kritik, jo kritik për të folur kot, për të bërë lajme pa lidhje ose për të hedhur helm të panevojshëm, që se kemi mbi figura të rëndësishme të historisë sonë, figurë qendrore, domethënë është figurë identitare. Gjergj Kastriot Skënderbeu, Ismail Qemal Vlora. Dhe Ismail Qemal Vlora vuri në jetë trashëgiminë e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Më dridheshin duart kur vura flamurin në balkonin e shtëpisë ku kisha lindur, ku rrita dhe ku sot prehet. Pra, kështu thot ai. Këtë ku prehet e shtova unë, po ai thot, më dridheshin duart dhe më duket sikur shpirti i heroit zbriti në 28 nëntor 1912, zbriti në Vlorë. Dhe zjarri i tij na kishte ndezur atmosferën, thot. Kështu e përshkruan ai, pra, e sollën ata rilindas
Gjergj Kastriot Skënderbeun dhe bën lidhjen e europianizmit shqiptar që nuk ishte humbur në ato tallazet e 500 vjetëve në perandori, por qëndruan të fortë dhe e shpallën Shqipërinë të pavarur dhe si pjesë thot dhe kur çon telegramin e jashtëzakonshëm se ne kemi humbur deklaratën e pavarësisë originalim, po e quaj deklaratë. Ajo është një proces verbal i mbledhjes më saktë. Po ta shikosh, thuhet vetëm që përmendet Ismail Qemali që pas fjalës që mbajti Ismail Qemali dhe rrezikut të coptimit, u vendos që Shqipëria të bëhet e mosvarme dhe firmosin. Pra, nuk është një deklaratë, po themi mirëfillt, po ta krahasoj me deklaratën e Shtetit Bashkuara. Por nga ana tjetër, nëse doni një deklaratë të mirëfillt të këtij akti madhor në historinë tonë, lexoni telegramin që ai u çon 28 nëntor 1912 me pra mund të themi që akti i shpalljes pavarësisë është tek këto telegramet? Te ky telegram posaçërisht ka shumë të tjera të komunikime të Ismail Qemalit që janë të jashtëzakonshme apo memorandumet ku flet për reformimin e perandorisë që ja dërgon sultanit dhe ishte nga të paktit vdekatar që kishte të drejtë thot një studius gjerman të komunikonte direkt me sultanin sepse e përdorte edhe si këshilltar të jashtëm sultani, po ky muhabet tjetër. Tani për të ardhur te çështja që po diskutonim. Pra, ky telegram është jashtëzakonshëm nga pikpamja diplomatike po dhe politike. Po ta lexojmë atë telegramin, është pak rreshta është ai, 4-5 rreshta, por përmbledh të gjitha elementët dhe të gjithë elementët thelbësor dhe të rëndësishëm që shqetësonin politikën ndërkombëtare të kohës. Çfarë thotë ai telegrami? E para thotë çështja e fesë. Pra, shqiptarët shikohen si një vend mysliman ku ra një Turqi e madhe, thoshin edhe vetë shqiptarët, do të qëndrojnë që Turqi e vogël, si mundet. Pra një vend i prapambetur mysliman që do kishte rrezik të shtypte të krishterët e kështu me radhë. Ai thotë, u mblodhëm në Vlorë ku vendi Asambleja Kombëtare është në frëngjisht origjinali, për kthyer edhe në shqip patjetër, por origjinali është frëngjisht, se ishte gjuha diplomatike e kohës, e shkruar nga vetë Ismail Qemal Vlora. Dhe thotë, u mblodhëm, nuk e ka shkruar në shqip se shqipen e zotron dhe perfekt, se është dhe kjo gjëja tjetër tash në parantezë që thonë nuk dinë mirë shqipen. Ai shqipen e ka një shkrim shumë të bukur, kam dokumente të tjera të shkruara me dorën e tij në shqip. Ka botuar gazeta në shqip. Ishte kryeredaktor, ishte edhe gazetar në profesion. Si njihet shumë kjo anë, po nëse. Në profesion në kuptimin ai ishte jurist, por që bënte edhe gazetarin, që për gjatë karrierës tij e ka bërë. Edhe kur ishte perandori otomane, po dhe kur iku. Por për të telegrami. Telegrami tani thot natyrën laike të shtetit shqiptar. Së pari, pra ne u mblodhëm të gjitha fet pa përjashtim. E dyta, çështja militarizimit dhe thot rreziku i militarizimit të Ballkanit, sidomos për shkak të shfarrosjes së ushtrive serbe ndaj kombit shqiptar, që ishte një çështje shumë e prekshme, shumë delikate, sidomos për britanikët, që ruajnë ato balancat në Ballkan, dhe që mblodhen me njëherë konferencën e Londrës pas këtij telegrami që ai u çoi të gjithëve, kancelarive kryesore evropiane të Europës. Patjetër dhe fqinjve ballkanik dhe patjetër pastaj thotë që ne jemi kombi më i vjetë, më i lashtë i Evropës juglindore dhe po hymë në familjen e madhe të kombeve, shpresojmë që ju të na mirëprisni, por po hymë si një element ekuilibri dhe paqeje, se kur lind një gjë e re gjithmonë ka frikë, ka një farë mosbesimi. Dhe ai ishte garanti, personaliteti i tij, figura e tij ishte garancia më e mirë që mund të kishin shqiptarët, sepse ne nuk kishim asnjë gjë tjetër për së vërtetës në atë moment. Pa Ismail Qemalin në 1912 do kishim pavarësi të Shqipërisë? Që ta themi kështu troç, se ne nga Vlora i kemi shumë qef gjëra troç kështu drejt për drejt. Unë them që pa Ismail Qemalin pavarësia ishte shumë e vështirë për të bërë në mos e pamundur, sepse do thoni ju nga nxjerrti këtë konkluzion. Po lexoni historinë, lexoni faktet se tentuan shqiptarët bashkë me Ismail Qemalin, të gjithë bashkë tentuam më parë u bë ajo kryengritja e famshme në gusht të 1912 në Shkup që dështoi me sukses, pra nuk arritën të gjenin kohezionin në dur, u përçan nga osmanët, siç kishin bërë për 500 vjet. Osmanët na përçan prap, ishte vetëm ai momenti Skënderbeut që arriti të unifikonte prisit shqiptar dhe të bënte atë luftë që bëri për 25 vite, më pastaj përçarës u ndoshte ajo teoria. Dhe kishin shumë të lehtë me ne, të na mbanin aq vite sa na mbajtën, aq shekuj sa na mbajtën. Nga ana tjetër, unë mendoj se personaliteti i tij, leadershipi i tij, aftësia e tij, urtësia e tij e jashtëzakonshme dhe njohja e tij si një personalitet i shquar përtej perandorisë osmane, po them edhe një herë tjetër, ka jetuar 8 vite kur kërkoi azil vullnetar politik dhe u aratis nga Stambolli 1900 dhe u dedikua plotësisht pas 40 viteve karrierë, ju dedikua plotësisht çështjes shqiptare, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe në kancelaritë evropiane ku jo më larg se sot unë kam një dëshmi të Roland Desmarais, një poet, një autor i shquar belg, që e ka njohur Ismail Qemalin në këto vite në Bruksel, dhe ku flet për të dhe e përshkruan si një personalitet që kishte njohje dhe lidhje me të gjithë ata që kishin një zë thot në politikën europiane të kohës.
Pra lëviste, nuk rinte vetëm në Bruxelles, sakrifikonte për Shqipërinë, se ishte me 3 djemtë aty, pjesën tjetër të familjes e kishte në Stamboll. 3 djemtë dhe 3 vajza të tjerë, që ishin më të vegjël ishin në Stamboll. 3 djemtë që e shoqëruan për gjatë gjithë jetës dhe kanë sakrifikuar shumë dhe historiografia jo nuk i përmend thuajse fare 3 djemtë e tij. Ishin bashkëpunëtorët më të ngushtë të Ismail Qemali. Ka dhënë kontribut dhe në luftën e Vlorës më pas. Por që historia jon nuk i ka përfshirë më brapa. Më pas pastaj dhe u burgos njëri. Ja do të pyes pak më poshtë për familjen e tij. Që të qëndrojmë te kjo. Pra, ai ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe personaliteti i tij, figura e tij, njoja e tij në të gjitha kancelarit ishte një garanci për shtetin e sapo lindur shqiptar. Dhe ishte, mendoj unë, hipoteka më e fortë, garancia më e fortë, sepse nuk kishte asnjë personalitet tjetër, jemi realist tash, jo për mburje apo jo për të hiperbolizmuar. Ti bënte të gjithë bashkë në atë kohë. Një personalitet tjetër shqiptar të këtij rangu. Atëherë dhe sot, po doni ju, ose në gjithë historinë e Shqipërisë. Pra, kemi Gjergj Kastrioti Skënderbeun që njifesh patjetër për luftën e tij, për kontributin e tij në gjithë Evropën, gjitha e kanë shkruar për të pafund, nga autorët më të njohur, muzikë, libra, çfarë doni ju, por nga ana tjetër, filma më vonë, nga ana tjetër Ismail Qemali ishte edhe ky një personalitet i një rangu përtej thash edhe një herë tjetër, jo vetëm Shqipërisë, jo vetëm perandorisë osmane, por Evropës edhe Shteteve të Bashkuara, njihej emri i tij, shkruan New York Times i kuruar atje në 1900. Do konsumojmë shpejt e shpejt disa pyetje. Dokumenti origjinal i pavarësisë nuk dihet. Kemi shprehje